Gjykata kushtetuese hoqi pezullimin e zëvendës kryeministres dhe vendosi ta gjykojë çështjen në themel në fund janarit. Në aspektin ligjor u eliminua një precedent unik në botë dhe u zbraps nga gjykata më e lartë e vendit një brutalitet alla shqiptarçe në interpretimin e ligjit, i cili goditi organizmin demokratik të shtetit. Ndërsa në aspektin ndërinstitucional, kjo befasi antikushtetuese dhe antidemokratike, ku një prokuror dhe një gjykatës morën kompetencat e kryeministrit, presidentit, parlamentit, duke tollovitur shtetin dhe duke kthyer një proces ligjor në një gjyq partizan jashtë kornizës ligjit, kërkon me dorëmos një reflektim po kaq ndërinstitucional. Jo thjesht vetëm mbi këtë rast, po në tërësi mbi simptomat shqetësuese të ushtrimit me papërgjegjshmëri të pavarësisë pushtetit të drejtësisë, duke e bërë në jo një rast kurën më të dëmshme se sa sëmundja që luftojmë bashkarisht. Kjo shkreptim nuk erdhi në qell të pastër dhe nuk erdhi as e vetme për fat keq ose ndoshta për fat mirë, sepse paralelisht me pezullimin antikushtetues të një ministri, u shpërfaq këtë herë jo fal një prokurori dhe një gjykatësit vetëm, por fal dy shoqatash të gjyqtarëve të Shqipërisë, një tjetër brutalitet alla shqiptarçe me hapjen e një gjyqi nga gjykatësit për të rritur pagët e tyre.